ne nuk kemi në një garë se kush apo cili i ka mbrojtur më shumë të drejtat, por jemi pa diskutim në një test të koordinimit ton, të harmonizimit të qëndrimit ton, sa i takon jo vetëm drejtësisë ndërkombëtare në Hag, por edhe qëndrimit ton kombëtar mbi luftën e UÇK-s, mbi legitimitetin e asaj lufte dhe mbi të drejtën e këtij populli për të mbrojtur me forcë të drejtën ndërkombëtare në nivelet më të larta. Këtë e kemi bërë, këtë do ta bëjmë dhe urojmë shumë që gjykatësit në Hag t'i përgjigjen thirrjes së drejtësisë dhe jo thirrjes së prokurorëve, të cilët ne gjykojmë në këtë fazë, po dhe vijimësisht duke ndjekur procesin e gjykimit në Hag, nuk i kanë bërë drejtësi me pretencën e tyre. Besojmë te drejtësia deri në fund dhe do ndërmarrim çdo masë të mundshme për ta ngritur zërin kudo, në çdo institucion ndërkombëtar, në çdo forum, ashtu si kryeministri Rama bëri në Bordin e Paqes, në Këshillin e Evropës e kudo tjetër. Dhe për këtë kemi jo vetëm dakordsi, por kemi edhe qëndrime të përbashkëta dhe vijimësisht e kemi thënë, e do e themi, e do veprojmë gjithmonë së bashku.